Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Usalli wa sallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahun jalla wa ala falenderojm. Salavat dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i dërgojm, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasojnë. E falenderojmë Allahun i cili na ka mbajtur në këtë din. Na e ka dhënë këtë din dhe vazhdon të na mba neve me këtë din. Sepse nëse ju kujtohet, takimi i parë i imi me këtë xhamat ka qenë këtë xhami para 12 vjetëve. Në maj të vitit të ardhshëm i bëjmë 12 vjet nga takimi i parë i imi me ju. Pi takimit të parë deri sot, plot prej atyre të cilat i kam taku para 12 vjetëve, elhamdulillah, janë sot e kësaj dite këtu. E ne duhet me falenderu Allahun natë e ditë, me i ba shqyqyra Allahut, që Allahut ka bo musliman Allah. Që Allahun këtë dakik ta ka mundësu me qenë në këtë xhami. E ju me harxhu kohën në gjëra dhe në vende me cilat Allahu është i hidhru. Realisht edhe unë nuk kam ders të mbaj me këtë grup të vëllezërve, për shkak se me këta vëllezër kemi mbajt shumë derse, elhamdulillah. Por e kam të ndaj një dert, jo ders. Derta, i thoni dert në Kosovë. Ajo është një gajle, një brengë, cila është gajle edhe derti im për veten time, po mendoj se është edhe dert i shumë prej muslimanëve. Dert që Allahu e ka përmend disa herë në librin e tij, në forma të ndryshme. Por është dert nga lloji i derteve jetike, nga lloji i derteve të domosdoshme në jetën e çdo një njeriu që beson Allahun dhe pason pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Do të ndalemi me një dy ajete nga libri Allahu xhalla ala, ajete të ngjashme me njëri tjetrin, por ama tregojnë një realitet pa të cilin unë edhe ti nuk mund të jetojmë si besimtar të mirëfillt në këtë dynja, pas nuk mund të hyjmë në xhennetet e Allahut si besimtar dhe bartës të denj të imanit me cilin Allahu na ka begatu. Thot Allahu xhallahu ala: "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id. Hadha ma tu'adun li kulli awwabin hafiz. Men khashia ar-Rahmana bil ghaib wa jaa bi qalbin munib." Tha Allahu: "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin." Pasi Allahu në surën Qaf, kush do të hapë është ajeti 31 dhe 33, surës Qaf. Pasi Allahu flet për xhehenemlit do me thonë surja Qaf përmendën detaje të dënimit të xhehenemlive që nuk gjenden surët tjera. Detaje të cilat, do me thonë, kush i lexon këto ajete me përqëndrim trishtohet. Si ka mundësi që ky Zot xhelle xhelalu, i cili kur gjo si tha hoxha nuk përfiton nga ibadeti jon. Allahu nuk fiton o vlla kur gjo nga me u përkushtune, me qenë e mundshme, që ne ti përkushtohemi Zotit ton xhelle xhelalu 100%, 24 orë në ditë. Kur gjo mos me bë, as mos me hangre, as mos me pi. E gjithë koha tjetë për Allahun, kjo nuk ja shton Allahut një grimc pushtetin edhe fuqin, një grimc. Me gjithat, Allahu ka përmend dënime të kriminelve mos besimtar në xhennet, në xhenem falni, në detaje. E themi, ç'është urtësia? Pse Allahu këto detaje i përmend, i cili është i gjithë fuqishmi, që s'ka nevojë për ibadetin ton, pse ka nevojë të përmendet kjo? Nevoja është vlla për të kuptuar sa i shëmtuar është gjunahi dhe gabimi, disa llojet gabimeve që i bën njerëzit në këtë dynja. Andaj Allahu përmend detajet e këtyre sanksioneve në xhehenem. E pasi i përmend Allahu këto në surën Qaf, Allahu del te xhennetit. Se përfundimisht rrugtimi jon drejt xhennetit, drejt ahiretit është fariqun fil xhenneti wa fariqun fis sa'ir. Një grup në xhennet edhe tjetri në zjarr. Dhe rrugtimi realisht aty fillon.
Pse? Për shkak se do ta sjellin vdekjen në formë të çfarë? Të një dashi. Vdekja do të sillet në formë të një dashi mes xhenetit dhe xhehenemit. Edhe do të therret ky dash, do të bëhet kurban mes xhenetit dhe xhehenemit dhe do t'ju thuhet xhehenemlive, o ju xhehenemli, ja ku është vdekja u pre, khuludun wala maut. Prej sot, për jetësi pa vdekje, dhe do t'ju thuhet xhenetlive, o ju xhenetli, khulud, o ju xhenetli për jetësi dhe s'ka më vdekje. Këtu fillon rrugtimi i madh. E Allahu xhelle xhelaluhu i përmend këto detaje për ta kuptuar ne seriozitetin e jetës në të cilën e gjendemi. Kjo jetë nuk kemi ardhur ne me humb kohë, vëllezër. Gjithçka është serioze. Çdo fjalë është serioze. Edhe shpesh ne ja bëjmë vetes qefin, po hajbe se edhe feja është ka rehati, ka relaks të, po është e vërtet. Mirë, po e gjithë rehatia, të gjithë qefet, të gjithë relakset, tek ne, a duhet me qenë suaza të së lejuarës? Po duhet me qenë. Pse se bon qefin tënd dhe atmosferën tënde festive me alkool dhe lëndë narkotike. Jo se janë ndalume, që do me thënë pas ka seriozitet dhe norma të cilat duhet i përmbush ky qefi, po ka. Nuk është qefi dalmes prej kontrole. Kështu që Allahu përmend detaje për ta treguar se çdo lëvizja jona në dynja ka pasoja të shpërblimit ose dënimit, Allahu na ruajt në ahiret. Allahu thot pasi përmend këto xhehenemlit, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id. Dhe ju afrohet xheneti të devotshmëve. E në kjo është një skenë interesant. Mendoje veten kështu, vëllezër, hyjnë xhehenemlit në xhehenem, edhe xhenetlit e shohin këtë skenë. Edhe janë të trishtuar nga hyrja në xhehenem të disa njerëzve që ata i njohin. E shesë, e unë e njoh këtë. Ka jetu me mu, ka hangër, e ka pije, ka bo. Ky shkojnë në xhehenem, Allahu na ruajt. E pasi të hyjnë xhehenemlit në xhehenem, Allahu thot dhe ju afrohet xheneti, ju afrohet xhenetlive, jo ata t'i afrohen xhenetit. Xheneti ju vjen ghayra ba'id, jo shumë larg. Edhe fillojnë xhenetlit ta shohin rehatin dhe shpërblime që i kanë xhenetlit në xhenet. Po kjo është vetëm për devotshmit. Andaj Allahu e potencon që ky afrim është vetëm për atë i cili ka veshur petkun e devotshmërisë. Vazhdon Allahu dhe thot: "Hadha ma tu'adun." Kjo është ajo e cila u është premtuar. E mbani mend në dynja kur ka ardhur një pejgamber dhe ju ka fol juve për xhennet? A mbani mend në dynja kur keni dëgjuar një hutbe dhe khatibi ka lexuar ajete në të cilat janë treguar shpërblimet e xhennetit në detaje? Hadha ma tu'adun. Kjo është ajo e cila është premtuar. Ha? Është realizuar. Keni menduar se ai është muhabet i kot përmes së cilit, ose ai që ka menduar është muhabet përmes së cilit ne humbim kohë? Hadha ma tu'adun. Është realizuar premtimi i Allahu xhalla wa ala. Mirë, po kjo është li kulli awabin hafidh. Për çdo një i cili kthehet, ka përmend fjalën awab. Edhe me këtë term, me këtë cilësi janë cilësuar disa prej pejgamberëve. Awab është njeriu i cili kthehet nga, si me thonë, kur shpejton ta bëjë një të keqe dhe ndalet dhe kthehet ka e mira dhe pendohet bëhet pishman, jo thot ndalu. Çdo një i cili mundohet ta bën një gjyna, po thot jo ndalu dhe kthehet ka Allahu se e din se Allahu nuk është i kënaqet me atë vepër. Awab është ky njeri i cili e din që unë shkoj dhe bëj keq po kthehem. Shkoj dhe bëj gjyna dhe kthehem. Hafidh është ai që e ruan dinjitetin e tij dhe imanin e tij si njeri që e ka frikë Allahun dhe e din që Allahu e mbikëqyr. Kjo është hafidh. I ruan gjymtyrt, e ruan zemrën, e ruan shikimin e tij, e ruan dëgjimin e tij nga ajo që i dhron Allahu xhallahu ala. Për shkak se ekspozimi i zemrës tënde në vazhdimsi, paramendoje këtë bardak, këtë gotë, e cila është gjysmë e ngushtë, paramendoje me ekspozu, me e qitë gjithmonë nda një lëngu që rrjedh, po është i papastër. A e mbush? E mbush. E qet nën atë një herë, pa 2 herë, pa 7 herë, edhe kur e sheh ky ujë i pastër, i cili është i pishëm, për disa herë bëhet i papishëm. Kështu është edhe zemra. Ajo ka një lëndë
e cila e mbush këtë enë që ne e quajmë zemër, kjo lëndë është imani dhe dashuria për Allahun. Sa herë që e ekspozon gjunahit, ajo e ndot këtë lëndë të mirë dhe të pastër dhe të çiltër në zemrën e besimtarëve. Allahu thot që kjo është për çdo një që kthehet, edhe është hafidh, por ama ky ka një cilësi. E unë duhet ndalën të kjo cilësi. Thot Allahu men khashje rrahmane bil ghaib. Allah. Ai i cili e ka khashje, fjala khashje, esh maana al-khashje ya sheikh? يراقب الله سبحانه وتعالى يخاف من الله يخشى الله في الغيب يعني. El-khashjetu është ndjenja, bashkë si e thaj, ndjesia jotë, që Allahu të mbikëqyr me një lloj frike, me dost frikës, se po bana gjuna Allahu me në përgjithësi. Kjo është khashje. Men khashje rrahmane, kur, kush e ka khashje të mëshirshmin, kur, bil ghaib, kur është vetë. A këtu është testi i madh. Kur unë edhe ti i bëjmë matematikat e tregtis, edhe kërkush nuk na sheh, po e shkrujtëm diçka e cila s'është e vërtet, hajde se kalon atje, po nuk kalon tek Allahu. Kur shikimi im nuk e di as kush përpos Allahut se ku është i drejtuar. Po unë kam frikë Allahun dhe e drejtoj shikimin ka ajo e cila nuk e hidhron Allahun. Kur fjalët e mia me shoqin tim, me shoqen time, me vllaun tim, me motrën time, nuk e di as kush përpos Allahut. Unë thon ja, se unë du t'jem prej atyre të cilët khashje rrahmane bil ghaib. Këto e kanë khashje të mëshirshmin në vetëmi ose në grup vogël. Një prej probleme ose fenomeneve të përhapura sot vëllezër, është se ne devotshmërinë e kemi petk i cili vishet në xhami. Hyn në xhami, banu i devotshëm, dil prej xhamie, s'jam i devotshëm. E Allahu nuk do kështu besimtarsh. Allahu don besimtar i cili ndriçon devotshmëri kudo qoftë. Jashtë xhamis, brenda xhamis, në familje, jashtë familjes e kështu me radhë. Sepse këtë e them me shumë keqardhje. Plot prej vëllezërve tonë, apo drejton. Plot prej vëllezërve tonë kanë gatishmëri për ndryshim brenda një rrethi prej 4-5 vetave. Po e gjen familjen e tij, me bashorten e tij, trimi më i madh. Ose kjo motër është e gatshme me bën ndryshim pozitiv, me një shoqëri të ngushtë motrave të saj, po e gjen me burrin e saj trimreshën dhe luaneshën më të madhe. Me fëmijët e saj njeriu më neglizhent. Ne kemi nevojë për njerëz të cilët kanë devotshmëri Allahun, janë devotshëm dhe duan Allahun, e duan Allahun me plot kuptimin e fjalës dhe kanë frikë Allahun tek burri i vet. Ky burri tek gruaja vet, tek fëmijët. Devotshmëria ndaj Allahut tregohet e rrethi i ngushtë vëlla. Përpara se ta kallëzojmë në devotshmërinë këtu, ku ndoshta jemi të afër dikush me dikan këtu, po jemi shoqëri plot prej nesh, nuk kanë shumë allëzhveresh njëri me tjetrin. Po sti kallëzojmë devotshmërinë njeriu i cili është i largët, po atij i cili është i afërt, asnjëherë nuk i tregojmë atë me cilën Allahu është i kënaqur kur e bëjmë. Po atij ja tregojmë realitetin e nefsit ton. E Allahu nuk e don. Allahu don men khashje rrahmane bil ghaib. Ai i cili e ka khashje të mëshirshmin në vetmi. Vazhdon Allahu dhe thot: "Wa jaa bi qalbin munib." Edhe ky i shkon në Zotit të tij me zemër të kthyeshme. Me çfarë zemre? Të kthyeshme. Çfarë nën kupton zemër? Në gjuhën arabe, summiel qalbu qalban li kathrati taqallubihi. Është emërtuar zemra si qalb për shkak se sillet, rrotullohet shumë shpejt. Tash është kështu, nesër kështu. Andaj është quajtur qalb dhe nuk i jep stabilitet qalbit, zemrës, askush përpos se Zoti i zemrës. Andaj duaja më e shpesht e dërguarit Allahut alayhi salatu wasallam cila ishte? Ja muqallibal qulub,
O ti i cili e ke bë zemrën që cillet, rrotullohet, m'jep stabilitet në zemrën time. Stabilizoje zemrën time në fenë tënde. Këtë e ka bë këtë dua pejgamberi Allahut alayhis salam. Njeriu me zemër më të qiltër, njeriu me zemër më stabile. Megjithatë, thotë Enesi nuk ka bë dua pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam më shpesh se sa thënia ja muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. O ti që rrotullon zemrat, më jep stabilitet, stabilizoj zemrën time në fenë tënde. Kjo na duhet neve vëllezër. Stabilitet në fenë Allahut. Feja Allahut po është batica zbatica. Imani shtohet dhe paksohet, po nuk bën me kalu në nivelin 0. Duhet me ardhë deri këtu, se niveli 0 nën kupton që ne kemi dalë prej dinit. Allahu na rujt. E këto lëvizjet e shpeshta janë garancë ose janë shtytës të zemrës së një njeriu për çfarë? Për t'u ngurtësuar ose për t'u vullosur. Andaj Allahu kur i ka përshkruar munafiqët, çfarë ka thonë? Besuan, pastaj dolën prej feje. Pastaj besuan, pastaj dolën prej feje. Rezultati fatubi ala qulubihim. Ju vullosën aty në zemrat. Çka? Ky rezultati. Për shkak të ekspozimit të vazhdueshëm të zemrave ndaj kufrit dhe gjërave të cilat Allahu i uren. E besimtari duhet jesë syçel se çka bën me zemrën e tij. Thot Allahu, dhe kjo është për atë i cili vjen tek Allahu me zemër të kthyeshme. Do me thonë, zemër e kthyeshme që sa herë kur të bën gjyna, ai kthehet Allahu xhallahu ala. O Allahu kam gabu. Dhe ti e din natyrën e zemrës time. Se njeriu me nefsin e tij anon ka ajo e cila është kaotike, është e çrregullt. Ktu hyn edhe gjunahi. E Allahu e kupton natyrën tënde dhe don prej teje që sa herë që të bësh gjuna, ti thosh o Allah un kam gabu. Apo të vjen rënd ti thosh Allahu tënd kët. Po mund të me të ardh rënd mu me thon. Ati tjetrit me i thon. Po Allahut mos të vjen rënd ti thosh o Allah kam gabu. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam kështu në mezhlis, bashkë në mezhlis kështu. Tha un i kërkoj falje Allahut për një ditë 70 herë. 70 herë. E këtë e ka bo një njeri i cili s'ka bo gjuna. Andaj mos u turproti i thush o Allah kam gabu. O Allah e bana, unë guta, po ja që kjo është robi jot. Gabon dhe kthehet. Dera Allahut nuk mbyllet askënd për një njeri i cili dëshiron që të troket derën e Allahut xhallahu ala. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për të na stimuluar neve o vëllezër, për t'ju kthyer Allahut, na e ka thonë një hadith tepër çuditshëm të cilin gjithë ju e keni dëgjuar. E fillon me thënien e tij alayhi salatu wassalam, "Lallah ashaddu farahan bi tawbati 'abdihi", Allahu gëzohet më shumë me teuben e robit të tij se sa një njeri i cili kish dalë në shkretire, pastaj e përshkruan gjendjen e rëndë këtij njeriu dhe i ka ik devja dhe gjithçka që ka pat në deve, gjithë jeta atij i ka shku. E pastaj ky del e kërkon se po e gjen deven. E bjen të pushoje, e zë gjumi dhe për një herë i del devja. Kur i del devja e madhron Allahun dhe e falenderon por me fjalë të gabuara. Thot o Allah, unë jam Zoti jot, ndërsa ti je robim. Kështu i thot Allahut. Thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, akhta min shiddatil farah. Gaboi nga gëzimi i madh. Çka që është gëzu? Çekaç? E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gëzimi i Allahut me teuben e robit të tij është më i madh se sa gëzimi i këtij njeriu i cili gaboi kët gabim të rënd nga gëzimi i madh. Këtë do Allahu prej te jova. E ne duhet jemi të gatshëm t'ja japim këtë Allahut ton. Mos tregojmë arrogancë, krye lartësi, sepse kjo do të na mëson të kërkojmë halallëk dhe falje për njerëzve për rreth nesh. Ti as gabon ndaj fëmijëve tu, ti as gabon ndaj gruas tande, gabon vallahi. Gjithë gabojmë. Por kërkimi i falje për Allahu do të shtyjnë që të kërkosh falje për njerëzve, sepse ka gjunahe të cilat Allahu nuk i fal pa me lyp falje për njerëzve, pa me kërku halallëk për njerëzve. Allahu te bareke ve teala nuk e shlyn dhe nuk e fal atë gjuna. Andaj Allahu e ka përshkruar këtu wa jaa
bi qalbin munib, dhe ky njerë ka ardhur me zemër të kthyshme. Në ajet tjetër, në sure tjetër, Allahu Gjelle Gjelaluhu ka thonë, një dua të cilën e ka bëj Ibrahimi a.s. Thot kështu, para kësaj, është një hadith i çuditshëm. Ka thonë pejgamberi Allahu s.a.s. do të hyjnë në xhennet një grup për njerëzve të cilët zemrat i kanë si shpendët. Zemrat i kanë si shpendët. E çka bën ky shpend? Fluturon shpejt nga vendi në vend, që do me thonë sa herë që është me një gjendje të keqe, del në gjendje të mirë. E këto njerëz hyjnë në xhennet. Nuk e ka zemrën se unë kam hyrë në gjuna dhe mos se kam mendën të kthej. Kam hyrë me një mëkat, me një gabim, po si ti kthehem Allahut Allah. Jo, Allahu don kthimin tënd. E kthehemi te ajeti tjetër. Allahu tregon për duan madhështore të Ibrahimit alayhis salam, ku Ibrahimi bën disa dua në mesin e këtyre duave, tha Ibrahimi alayhis salam, "Wala tukhzini yawma yub'athun", dhe o Allah, mos më poshtro në ditën e ringjalljes. Fjala la tukhzini lidhet me ajetet që do të vinë pak tash në vijim. Mos më poshtro në ditën e gjykimit, si mund të jetë poshtrimi i Allahut ndaj robit të tij. Do me thonë, o Allah, mos e ekspozo realitetin e keq të zemrës time në ditën e gjykimit. Ne shpesh kur flasim me njëri tjetrin, i japim njeriu sinjale të mira, po zemra jon, karshi ati nuk është aq e mirë. Apo? Ne shpesh kur flasim për dikant në veten e tretë, s'kena guxim ta shprehim mendimin e keq tonin për atë. Edhe pse ne jemi gabim, ai nuk është në gabim. E ka mundësi që Allahu këtë gjendje në ditën e gjykimit dhe motivet tona të fshehura të gjitha t'i shpalos. E Ibrahimi i tha, o Allah, la tukhzini yawma yub'athun, mos më ekspozon ditën e gjykimit, mos më poshtro. Se në këtë dynja ma ke mbuluar, mos ma ekspozo realitetin e zemrës time në ahiret. Yawma, pastaj përshkruan Allahu këtë ditë, yawma la yanfa'u malun wala banun, në atë ditë kur nuk bën dobi as e vladi e as pasuria. Pa marr parasysh sa fëmijë ke, pa marr parasysh sa të suksesshëm janë, çka janë, s'të bëjnë dobi ata. Wala banun, as e vladi as pasuri. Këtu thot as pasuria as e vlad. Por ama çka të bën dobi është ajo zemër. Illa men et Allah bi qalbin salim. Përpos ati që vjen tek Allahu me zemër çfarë? Të pastër. Me zemër çfarë? Të shëndosh. Fjala selim do me thonë zemër e shëndosh nga gjithçka që e dëmton dhe ja vështirëson në rrugtimin drejt xhennetit. Kjo është zemër selim. E thot Allahu, atë ditë ekspozimi nuk vlen për këta njerëz. Pse? Po ekspozoje kje ka zemrën e pastër. Çka me ekspozu këti? Kjo i pastër si loti, qitja zemrën në pjatë e pastër është. Krejt njerëzimi le ta shikon zemrën e tij. Është e pastër. Andaj thot Allahu, kur gjon si bën dobi njeriu, illa men et Allah bi qalbin salim. Përpos atij i cili vjen tek Allahu me këtë zemër të pastër dhe të shëndosh. E pastërtia e kësaj zemrës nuk është mesele cilën ne një herë kena instalu Windowsin edhe esselamu alaikum, as update nuk don, as jo. Apo ne vlla sistemet operative në telefon non stop i bëjmë update. Për shkak se vjetrohen sendet. Zemra don më shumë update se sa sistemet operative në telefonat dhe kompjuterat tonë. Për shkak se kjo zemër, si tha Hoxha, dhe imanin të vjetrohet si kurse vjetrohet petku. Mbaje një petk 20 vjet. Pa laj, pa hekuros, pa me u kujdes për të. Edhe e sheh, a mush me mbajt 20 vjet. Njëjtë është edhe me imanin dhe zemrën tonë. Ajo zemër e cila i bën dobi njeriu në ditën e gjykimit, është ajo zemër e cila shkon tek Allahu dhe është e pastër si loti. Ajetin vijim thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Njëjtë si kurse të ajetet që i lexuam më herët.
që do me thonë dhe u afrohet xheneti të devotshmëve. Andaj në të dy ajetet, në dy suret ndryshme, Allahu flet për zemrën dhe për afrimin e xhennetit. Që do me thonë, nuk të vjen xhenneti o vlla afër derisa kjo këtu nuk është e pastër. Nuk të vjen xhenneti afër derisa kjo këtu nuk është e lirë, nuk është e shëndosh, nuk është e kthyeshme ka Allahu xhelle xhelaluhu. Wa uzlifatil jannetu lil muttaqin, dhe ju afrohet xhenneti devotshmëve. Këto devotshëm janë ata të cilët zemrën e kanë të pastër. E të gjithë ju e dini hadithin e Abdullah ibn Amr ibn Asit. Gjithë e keni dëgju. Mirë po e përkujtoj veten time edhe juve me këtë hadith. Abdullahi është i biri i kujt? Haj bro. Është i biri Amr ibn Asit. E përmenda pak më herët. Abdullah ibn Amr ibn As. Amr ibn As kur e ka pranuar Islamin? Meta أسلم عمرو بن عاص؟ بس هجرته. الله أكبر. يقول بعد الهجرة. أبو خالد متى أسلم؟ بعد الهجرة. كم بعد الهجرة؟ في الأخير هو في الأخير. نفوند. شام بسودit. Mbas Khalidit ose barabart me Khalidin. Khalidi edhe Amr ibn Asi këto vone kanë pranuar Islamin. Abdullah ibn Amri kur ka ardhur në Medinë? Ka ardhur me babën e vet. Abdullah ibn Amri ka qenë shumë e çuditshme për Abdullah ibn Amrin me dëgju këtë fjalë të cilën do ta thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Çfarë thot? Tu qenë me xhlis me pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi Allahut, yadkhulu aleikum rajulun min ahli al-janna. Tash do t'ju hyj juve një burr prej banorëve të xhennetit. Abdullah ibn Amr ibn Asi ai ka ardhur ka fundi në Medinë, megjithatë ka qenë tepër i kujdesshëm në pasimin dhe në shkrimin e gjithçkaje që e ka thënë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Gjithçka. E kur e ka dëgjuar këtë fjalë, është çudit. Është çudit. Si mund njerë në dynja ta dim se është pi banorëve të xhennetit? Hyn një njerë kise një. Nuk është as Abu Bekri as Omeri. Kush është? E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë ky është pi banorëve të xhennetit. Po nuk i thot atij. Kjo do me thonë e intrigon Abdullah ibn Amri. Duhet me e gjetë pse është prej banorëve të xhennetit. Edhe e dini rafimin se si ka shku në shtëpinë atij. Pas gjitha asaj, kur i tregon Abdullah ibn Amri këtij njeriu i thot po un kam ardhur te ti se kam dëgjuar pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam duke thonë kështu dhe kështu për ty. A ke diçka ma? Un qëndrova në shtëpinë tënde 3 ditë. E pash se namazi jot është si namazi njerëzve. Agjërimi jot si agjërimi njerëzve, nafilet tua si nafilet e njerëzve. A ki diçka të veçantë që njerëzit tjerë nuk e kanë? Po u çkia. S'kam kur gjë tepër. E pastaj thot Abdullah ibn Amri u nisa, ai më thiri ndalu pa kofila. E kur u ktheva tha ndoshta është një sent. Ç'është ajo? Tha unë kur të bit flej natën, nuk kam inat, as urrejtje, as mlef ndaj as kujt prej musliman. Zemra jem e qiltër si loti. Kjo ka pat grua? Piti të martuam, pyti. E të martuam e din këtë muhabet. Çka bojnë para xhumit kur të folin me gratë e veta? Për kë folin? Folin për namazin e vet. Se sot, kur kam hyrë namaz të drekës, çfarë koncentrimi kam pat? Apo vllajem ma tha kët, e motra jot kur shkoj atje e bani kët, e bojnë një prallë fort mendjet dhe fjalët e tyre që realitet s'ka ndodhur. Ato i shpjegojnë motivet, i bojnë analizat e muhabetit filanit, po unë e di ai pse më tha, po si tha, si e duron burri i dheut, e duron këtë fjalë. E ki thot ti shuj se motra jo ty thani arashtue, apo e krejt muhabeti dhe fokusi është te fjalët e tjerëve dhe veprat e tjerëve, jo tek ne. Ne shfaqsojna vetë, ne si kena fajet. Krejt ata i kanë fajet. E ky sahabja tha ja, unë kur bi të flej, nuk kam zemrën time pik urrejtje ndaj askujt. Hajbane këtë Allah. Kjo është zemër e pastër. Nxjerrë zemrën e tij në ditën e gjykimit.
është e pastër, s'ki çka me ekspozu. Si është jashtë, është edhe brenda. Nuk ka çka me ekspozu. Për që këtë vlezër, kujdesi për këtë zemër është proces i vështirë, i cili don kujdes dhe ujitje të vazhdueshme për ndryshe, ngurcohet dhe bëhet më e fortë se guri, sikur se ju tha Allahu benu Israilve. Thumme qaset qulubukum min ba'di dhalik. Më pas juve ju ngurcuan zemrat. Fehije kel hijara, au ashaddu qaswa. Dhe u ban siguri. Madje thot Allahu, jo siguri, më të forta se guri. Guri s'është kur gjo. S'është kur gjo. E Allahu xhallahu ala po na flet për këtë realitet, se unë edhe ti kena me shku tek Allahu me namazin ton, kena me shku tek Allahu me bamirësin ton ndaj prindërve, kena me shku tek Allahu me agjërimin ton, kena me shku tek Allahu me sadakat dhe zeqatin ton. Mirë po përpara se të shkojmë me gjitha këto tek Allahu, do të shkojmë tek Allahu me zemrat tona. Për këtë shkak tha Bekr ibn Abdillah al-Muzani radhiyallahu ta'ala, rahimahullahu ta'ala, tha kështu: nuk e ka të i kalu Ebu Bekri shokët e tij, sahabët, nuk u ka të i kalu me shumë namaz dhe agjerim. Ebu Bekri po, namaz, agjerim, nafile shumë, po nëse e krahason me sahabët tjerë, aty ka qenë, nuk ka qenë diçka shumë e veçantë. Nuk u ka të i kalu me shumë namaz dhe shumë agjerim, por u ka të i kalu me diçka e cila është ngulit dhe rënjos në zemrën e tij. Ka thonë Abdurrahman ibn Aufi, ka qenë zemër e kthyshme ka Allahu. Kaq. Zemra e tij është diçka e veçantë. Andaj imani e Ebu Bekrit, krahasim me imanin e gjithë ummetit, është më i rëndë. Se zemra e tij është më e rëndë. Se zemra e tij është më e pastër. Gajlja jonë këtë dynjë ç'kjo do të jetë? Është gajlja jeme, e unë e foli me ju si dert. Ti e din raportin tënd me Allahun. Kur Zoti yt të urdhnon ose të ndalon, ti e din. Unë e di raportin tim me Allahun tim xhella xhelalu. Po secili prej nesh duhet punoje vazhdimisht që këtë zemër ta lënë gjendje sa më të mirë, se nuk i dihet kur ja dorëzojmë amanetin Allahu te bareka teala. Më voni Allah se zgjata, e ne di se u bën nxert e dritonit i ka arxhumi. Po Allah ju shpërlet për vëmendje. Elusë Allahun që të na bashkon gjithmonë mirësi, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.